Sot është e diela e parë e kohës së ardhjes dhe është zhvilluar në kishë një traditë shumë e bukur, ku në të gjitha kishat vendoset një kuror me 4 qerin, o kuror o në një formë tjetër vendosen këto 4 qerin dhe ndizen me radhë në secilën të diel të kohës së ardhjes. Sot është ndezur qeriu i parë patjetër. Të dielët e tjera do të ndizen me radhë të gjitha, si thosh, për të arritur një plotësi të ndriçimit që kulminon patjetër me ardhjen e Krishtit, i cili është drita e botës. Por, në fakt, koha e ardhjes nuk duhet të kuptohet si një kohë që përgatit për Krishtlindje. Jo, sepse për Krishtlindje më shumë përgatit vetëm nënditëshi i Krishtlindjes. Koha e ardhjes është zhvilluar në kish, patjetër duke filluar edhe si përgatitje për Krishtlindje, por edhe si një formë për të zgjuar në ne atë formë pritjet që Krishti ka porosit në nxënësit e tij, në predikimet e tij. Pra, pritjen e ardhjes së tij në jetën tonë të përditshme dhe pritjen e ardhjes së tij në fundin e kohëve. Në mënyrë paradoksale, pra, fillojmë nga fundi, si thosh. Kjo e dielë e parë e kohës së ardhjes fillon duke na përgatitur për fundin e kohëve, për ardhjen e Krishtit në lavdi në fundin e kohëve. E kështu kuptohen leximet e sotme. Leximet e sotme në fakt fokusohen tek ardhja e Krishtit në fundin e kohëve së gjykatës së gjithësisë. Isaia profet thot në leximin e parë, ai do të jetë gjykatësi i popujve, në një formë profetike, pra flet për Krishtin. Psalmi i sotëm po ashtu thot, atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, atje tek tempulli që në fakt për ne krishterët, pra atëherë shohim se është Krishti. E shën palin leximin e dytë thot, vëllezër, është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse shpëtimin e kemi më afër se sa kur besuam. E vetë Jezusi në Ungjil thot, rrini zgjuar, sepse nuk e dini se në çdo ditë do të vijë zotëria juaj. E vazhdon Jezusi duke bërë edhe një krahasim. Siç në ditët e Noehit, ashtu do të jetë edhe ardhja e Birit Njeriut. Dhe sikurse në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, merrnin gratë burra, deri atë ditë kur Noehi hyri në ark, e nuk u apreu mendja se do të ndodhte gjë, derisa serdhi përmbytja i fshiu, ashtu do të jetë edhe në ardhjen e Birit Njeriut. Krahasim shumë i thjeshtë, por mjaft i dendur. Pse? Sepse Noehin, kur po ndërtonte varkën e tij të madhe, njerëzit e tjerë e përqeshnin, e askush nuk donte t'ia dinte për porositë e tija se po afron një përmbytye. E gjithë vazhdonin të jepeshin pas jetës së tyre, duke mos menduar as pak për Zotin që i kishte kriju. Por ngjarjet rollën siç kishte parashikuar Noehi. E prandaj Jezusi porosit që të mos jepemi pas gjërave të kësaj bote, jo se janë të këqija, por të mos jepemi më shumë se pas hyrit. Është shumë interesante se si Ungjilli thotë Jezusi u tha nxënësve të vet, pra atyre që kishin vendosur ta ndjekin, atyre që kishin në një farë mënyrë një dhuratë feje, edhe pse u duhej ta zhvillonin shumë më shumë pastaj pas vdekjes e ngjalljes Krishtit, por e kishin perceptuar në personin e Krishtit takimin me Zotin. Dhe atyre u thot që të kenë kujdes, që të mos jepen pas gjërave të botës. Aq më tepër na thot të gjithëve ne, të pagzuarve, që të mos jepemi pas gjërave të botës në mënyrë të tepruar. Jo se janë të këqija, sepse po të ishin të këqija, Zoti nuk do t'i krijonte, por sepse janë krijesa e jo krijuesi. Jezusi nuk thot se njerëzit e breznisë së Noehit po jepeshin pas veseve, por thjesht po jepeshin pas gjërave normale të jetës, siç ishin ushqimi e martesa. Problemi ishte se kishin harruar Zotin, e prandaj me sa duket këto përmasat jetës së tyre, kaq të bukura, pra ushqimi dhe martesa krejt normale, po jetonin në një mënyrë tepër idhujtare, jepeshin vetëm pas tyre. Dhe ne e dim shumë mirë se janë shumë të krishterë që për shkak të punëve të shumta, për shkak të jetesës, siç thuhet shpeshherë në orthoiza, për shkak të dëshirës për të siguruar një ardhmë më të mirë për vete, për fëmijët, për familjen, fillojnë të bëjnë zgjedhje as pak krishtera. Gjoje për qëllime të mira, por largohen nga morali i krishterë. Është një proverb shumë i bukur që mua më pëlqen shumë dhe e citoj shpesh, që thot rruga që të çon për në ferr është e shtruar me qëllime të mira. Mbushemi me qëllime të mira, por largohemi nga fjala e Krishtit. Duhet të kapemi, të varemi pas fjalëve të Krishtit, përndryshe rrezikojmë të mbushemi po me qëllime të mira, por po shkojmë drejt shkatrimit, drejt largimit nga Zoti dhe shkatrimit të jetës tonë, e bjerë sa mshuar. Jezusi na porosit pra që të dim të kemi një vigjilencë të vazhdueshme të zemrës. Është shumë bukur se si ishin disa shenjtë etrit e shkretirës quhen,
që flisnin shpesh për ruajtjen e zemrës, roja e zemrës, të bëjmë roja e zemrës sonë, në një formë të thjesht, jo me ankth, por të përvujt dhe syçelt, duke u bazuar në fjalën e Zotit. Pra Jezusi na porosit që ta kemi këtë vigjilencë, duke thënë rrini i zgjuar, patjetër që nuk e ka fjalën për gjumin fizik, por dëshiron të na largojë nga plogështia shpirtërore, që mund të na kap e që pak nga pak mund ta fikë në dhuratën e fesë. Prandaj e theksoi edhe një herë Jezusi në ngjitjen e sotëm është duke u folur në xhanxhëve vetë që dhuratën e fesë kishin dhe e dinte se ajo mund të fiket. Ka një problem tjetër, edhe nëse nuk fiket feja, mbetet feja nganjëherë si perceptim tek Zoti, tek gjërat e ndryshme që kisha na mëson. Por praktika e jetës është mbushur me shqetësime të tjera. Edhe feja po mbetet, por si në një raft librash atje, që nuk e marrim kurrë për ta shfletuar e për ta vënë praktik në jetën tonë. Ta mbushim jetën tonë me të vërtetat e fesë që i besojmë dhe ta mbushim me dashuri, me urat, me përvojtëri, me gëzimin e qenit në Zotin, me Zotin dhe me të tjerët në dashuri. Por edhe në gëzimin se presim që kjo dashuri të përsoset një ditë në ardhen e tij në fundin e kohëve. Shën Pali thot shumë bukur në leximin e dytë. Vëllezër, thot, vishuni me Krishtin. Pra vishe në jetën tuaj me Krishtin, me fe, shpresë dhe dashuri. E si pasojë, Shën Pali del në këtë përfundim. Prandaj, t'i flakim larg veprat e errësirës, e të ngjeshemi me armët e dritës, të ecim me nder, por si ditën, jo në zdërhadhje, jo në frikështi, e në shfreni, jo në grindje, e në smir. Sa bukur Shën Pali, sikur të thosh, i shton atyre porosive të Krishtit edhe këtë të vërtet tjetër. Është vërtet se edhe kujdeset e jetës, siç pam se thot Krishti, mund të na largojnë nga vigjilenca e zemrës, por sa më shumë na largojnë atëherën e keqja, zdërhadhjet, frikështia, shfrenia, grindjet smira. E kur jemi në këto, duhet t'i flakim, përndryshe nuk ka Krisht në jetën tonë. E të vishemi me Krishtin, do të na thoshte Shën Pali. Me përvojtëri e me plot dashuri, ta presim ardhjen e tij, jo me frikë, por me gëzimin e atyre që presin plotësimin e gjitha shpresave të tyre. Ndërkaq, ta mbushim jetën tonë me fe, shpresë dhe dashuri.